Nuk është kufiri midis Shëbaz dhe Meksikës. Nuk është kufiri midis Indis dhe Pakistanit. Nuk është kufiri midis Izraelit dhe Palestinës. Ky është kufiri midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së oligarkëve. Aty babanesh, është toka juaj, den babaden, toka e qatarëve të Zvërnecit, është toka e Republikës së Shqipërisë, ndërkohë që një qeveri fund e krye korruptuar, fund e krye që është ulur në gjunjë një oligarkëve, vendaset huaj, po merr tokën tuaj, po merr atë veun ton, po e rrethon me tela me gjemba, po ndërton një shtet brenda shtetit. Dje lexova një artikull tek Reporteri që thoshte që kanë dalë ja 2-3 pronarë që kanë marrë gjithë të tokë. Pyeta fshatarë dhe tha ata nuk janë fshati tonë. Dhe kjo që po ndodh në Zvërnec, po ndodha në këndë për Shqipëri. Fshatarët, ata që jetojnë aty brez pas brezi, ata po shpronsohen. Po shpronsohen në mënyrë të palishme, po shpronsohen në mënyrë të pamoralshme, po shpronsohen në mënyrë antikushtetuese, po shpiken pronar nga hiçi në mënyrë që një grusht banditësh, i keni parë kush janë? Bandit zonës, bandit kryeqytetit, oligark, vendas dhe të huaj, janë bërë të gjithë bashkë për t'ju shpronsuar ju dhe për t'a marrë gjithëve ne atë veun. Nuk është rasti që këtu sot nuk ka asnjë televizion. 5 veta të mblidhen për një protest kot. Në Tiranë do kesh 10 kamera e 5 protestues. Këtu ka qindra banor që kërkojnë drejtë e tyre, jetë e tyre dhe televizion të oligarkëve. Ata që na gënjejnë mëngjes, drek, dark, heshtin gjithandej se këtu kush ka përballë oligarkët vendaset tuaj, kastratin e dreqin birin, kushterin, mbyll gojën dhe do të marrë dharsin dhe të pasurohet, pas e me herë. Pasurohet kurrizin tuaj rrafpar, po edhe kurrizin e gjithëve ne. Kjo hapësirë brenda nesh duhet të kthehet pronarëve të ligjshëm dhe duhet të kthehet një orë më parë Republikës së Shqipërisë. Ne si aktivistë të Vizjes Bashkë do na keni gjithmonë në krah dhe po ju them, ta vazhdojmë të luftoj se nuk po luftoni vetëm për veten tuaj, po luftoni për qindra mijëra shqiptarë që ka të njëjtat probleme si ju, që po shpronsohen si ju anë mbar Shqipërisë, nga veriu e në jug. Prandaj të luftojmë dhe të shpotojmë sot Zvërnecin për shpotuar nesër gjithë Shqipërinë. Ju falenderoj dhe kurajo.